86 persona të vdekur për 9 muaj në aksidente trafiku. 29 nga 75 aksidentet me fatalitet ishin vetë aksidente. 86 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku në periudhën janar-shtator 2025. Për tyre 47 kanë qenë shofer. Policia njofton se nga 75 aksidente me fatalitet për 9 muajt e parë të 2025-s, 29 kanë qenë vetë aksidente. Sipas analizave të drejtanishme, nga 86 persona që kanë humbur jetën në aksidente të trafikut rrugor për periudhën janar-shtator 2025, sipas pjesëmarrësve, 47 apo 54.6% kanë qenë shofer. Nga 75 aksidente fatale për periudhën janar-shtator 2025, sipas tipit të aksidentit, 29 aksidente fatale apo 38.6% kanë qenë vetë aksident, konfirmoi përbetimi për drejtësisë së dhënës së Policisë së Kosovës Daut Hoxha. Hoxha apeloi për kujdes në trafik, sidomos kur ka rreshje shiu dhe zvogëlim të dukshmërisë në rrugë. Andaj kërkojmë kujdes dhe vigjilencë të shtuar nga të gjithë shoferët e automjeteve. Gjithashtu kërkohet përshtatja dhe respektimi i kufizimeve të shpejtësisë në rrugë të gjitha niveleve. Kemi rreshje shiu dhe zvogëlim të dukshmërisë në rrugë. Përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës është e domosdoshme për një siguri më të madhe gjatë vozitjes dhe evitim të aksidenteve rrugore që shpesh po rezultojnë me pasoja fatale. Toi tutje zëdhënësi Policisë së Kosovës Daut Hoxha.